Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala dhe sonte do të flasim me një grua shumë të veçantë të komunës së Prishtinës. Ajo është drejtoresh e mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës dhe ndër të tjera. Gjithmonë ka dhënë një kontribut shumë të veçantë në respektimin e të drejtave të njerëzit në Kosovë dhe jo vetëm. Por si është Adelina Sahiti për te punës së saj si drejtoresh, për te jetës së saj publike, do ta kuptojmë sonte përmes hapjes së kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Dashur, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje Elvana, shumë kënaqësi me qenë në një emision kaq të veçantë dhe me sfidu sigurisht veten, me po veten nga një perspektivë tjetër dhe sigurisht të tjerën, mbi gjitha më po në një perspektivë tjetër. Kështu që faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi shumë e madhe me të pas edhe ne sonte këtu dhe natyrisht me mësu më tepër për 3 perspektivat e jetës tënde, si ka qenë Adelina në të kaluarën, si është tash edhe cili është vizioni i saj për të ardhmen në jetën e saj. Para se të vim tek hapja e kartave, zakonisht i rikthej të gjitha hyneshat në retrospektiv, si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Në këtë rast, si ishte Adelina si fëmijë për ata që nuk e dinë? Po, Adelina si fëmijë ka qenë një fëmijë me një temperament shumë gjallë, një fëmijë i cili ka qenë shumë aktiv, nuk ka qëndruar i heshtun, ka qenë shumë komunikativ me të gjithë edhe me bashkëmoshtarët e saj, po edhe me të rriturit, me familjarët e saj, me mësuesit, me kujdestarët e klasëve. E mbaj me vetën njërin prej momenteve ma të veçanta, ma tipike që ndoshta edhe më kanë shqu pastaj në mesin e gjeneratës, është kur isha në klasën e 4, si 10 vjeçare, na mungonte mësuesi. Ishim një herë pas luftës, ishim rikthyer në institucionet arsimore dhe mësuesi i kishte shkuar në Amerikë, por ne nuk ishim informat se çfarë po ndodhte, ku ishte mësuesi. Dhe po na zëvendësonte një mësues tjetër. Dhe çfarë ndodh, unë nga ajo mos kënaqësia ime dhe nga shpreha e mllefit dhe asaj pse ne nuk kishim një informacië nxënës se çfarë po ndodhte, ku ishte mësuesi jon, ai ishte gjallë apo ku ishte larguar, do të rikthehej dhe vendosa unë si kryetare e klasës ta marr këtë klasën dhe dalmi në burrin e shkollës dhe të protestojmë. Derisa të kishim një informacië ku ishte mësuesi, ne nuk do të ktheheshim në klasë. Dhe domethënë ishte viti 2000 aso kohë dhe ka qenë njëri prej aty momenteve që Adelina rebela, Adelina që nuk është konformiste, Adelina nuk pajtohet vetëm me një deklaratë do bëhet diçka, po vërtet dëshiron të bëj diçka. Po vërtet dëshiron të bëj diçka, po mendoj që ka bën njërin prej aty në momenteve diferencën në jetën time për me pa që unë nuk pajtona. Në klasën e 4 ishim. Domethënë minjer 10 vjeçare. Edhe unë gjend mësuesi pastaj. Dhe po, pastaj erdhi drejtori i shkollës, na arsyetoi, na tregoi po mësuesi ka shkuar në Amerikë, nuk mund të rikthehet për një periudhë sepse është duke u shëruar dhe pastaj mësuesi u kthy me gjenerata tjera, po fatkeqësisht ne nuk arritëm me përmbyll ciklin ton shkollor me mësuesin. Ishte një mungesë shumë e madhe për neve si nxënës aso kohë, sepse kujtoj që ishte ai mësuesi që gjithmonë atë vetbesimin që un pastaj e ndërtova gjatë tërë jetës, gjatë etapave të jetës, ishte fal asaj që ai kishte besim s'pari tekon, që mund të arrija majat, po ishte vetëm qielli ishte limit. Qysh më thashtë mësuesi mua për të arritur në qëllimet e mia dhe synimet që kisha më tutje në jetë. Kështu që ishte domethënë arriti efektin e vet protesta. Natyrisht ka qenë një kthesë ndoshta edhe për ty si fëmijë, për ta kuptuar pastaj jetën më ndryshe në moshën e së rriturës, do të thoja. Si rrjedhi pastaj pas shkollës fillore në shkollën e mesme deri në universitet? Si ishte Adelina? Ndryshoi në etapa të ndryshme apo vazhdove të jesh ajo që këmbgul për të drejtën e saj, për të bërë ndryshime në shoqëri? Po konsideroj që me të njëjtin avaz e kam vazhduar edhe fazën tjetër të shkollës mesme. Isha nxënëse pastaj e Gjevdëdodës, fillimisht në Zënel Hajdin deri në 9 vjeçare, pastaj në Gjevdëdodë, nga Zënel Hajdini dola si nxënëse se la kishte triumfuar në garat e recitatorëve, kishte marrë vendin e parë në komunë, isha kryetare e shkollës, isha përfaqësuese e shkollës, isha aktiviste pastaj vullnetare në kryqin e Koq, kur fillova shkollën e mesme, isha nën kryetare e shkollës, i kisha disa aktivitete që i bëja edhe në Gjevdëdodë. Po ai tipi jo konformist vazhdonte të ishte Adelina prezent, normalisht vetëm ishte thelluar edhe më shumë, gjithmonë në kërkim të së vërtetës, gjithmonë në kërkim të së drejtës dhe gjithmonë me qëndru pranë atij që është më i dobët. Domethënë këta e kam është virtyt të cilën familja sigurisht e kanë ngulitur tek prindërit e mi, të cilët gjithmonë fjalën e parë sa herë kemi pas një komunikim jashtë familjes, na kanë këshilluar që të
kishim kujdes me ata që janë më të dobtit në shoqëri, pavarësisht aspektit Me ata që ka nevojë për mbështetje. Me ata që kanë nevojë për mbështetje, dhe ka qenë gjithmonë kur un kam pasur që po bëhet një padrejsi ndaj dikujt që nuk ishte zë, nga dikujt që nuk mund të fliste mjaftueshëm dhe të thoshte atë që e ndjente, kam qenë unë ajo që jam munduar të bëhem. Nuk dua të egzagjeroj atë pozicionin tim sepse sigurisht isha e re, po në kuptimin e asaj që vërtet asnjëherë nuk e kam dashur padrejsinë dhe vërtet gjithmonë kam luftuar dhe kam besuar te vlerat e vërteta. Edhe kështu ka qenë shkolla e mesme, një vajzë e cila i kishte gjitha pesë, po në kimi e kishte një notë të dobët në klasën e 12, e cila ishte për mua njëra prej pikave më të dobta të gjithë ecjes time deri në shkollë të mesme, dhe s'mund me besu thosha unë po e marr një nish, një notë të dobët, që edhe sot fëmijët e mi nuk e dinë, sepse nuk kam guxuar ja transmetuar këtë në kuptimin e asaj që mos me mendua ata që do të më marr nota të dobta. Është në rregull. Po megjithatë secila notë është për nxënësit, kështu që ishte domethënë i kisha gjitha pesën, kimi e kisha të dobët dhe ishte fundi i shkollës së mesme, ku ne tash përcaktoheshim se ka do të vazhdonim rrugtimin tonë. Dhe mbeta në një situatë të tillë që frikëzohesha mos po e provoj provimin siç ndodhte me nxënësat të tjerë, po fatmirësisht e kalova dhe atë sfidë dhe pastaj vazhdova rrugtimin tutje. Po ishte edhe shkolla mesme është njëra prej sigurisht periudhave më dashuna që i kemi secili prej neve, ku kemi kriju miqësi, shoqëri të ndryshme. Konsideroj Adelin që sfidat më të mëdha fillojnë prej universitetit e tutje pastaj. Çka kujton si sfidën më të madhe në atë kohë Adelina? Se e shoh që fëmijërinë ke pasur kogja të qetë, të harreshme, të bukur, natyrisht me ato rebelizmet e vogla që konsideroj secili mund t'i kemë në atë moshë, por sfidat e mëdha fillojnë prej universitetit e tutje. Si e ka pas këtë periudhë Adelina? Në fillim mendoja që do të isha përsëri ajo studentja dalluar, do të isha ajo studenta që do të shkëlqente në mesin e gjeneratës, jo pse s'ndodhi ashtu, po për shkak që fillova të ballafaqona vërtet me atë çka është esenca edhe e jetës, çka është esenca se ti pastaj je e pavarur dhe do të mendosh të kontribosh në familje, jo vetëm të marrësh nga familja, po të kontribosh të bësh palë ku mendon ndoshta edhe për faturat të rrymës, mendon ndoshta edhe për si do t'ja përballojmë muajin, si do të bëjmë kështu, po konsideroj që ka qenë edhe kjo njëra prej aty në periudhave që ne kum pas një farë shkundje, sepse kum pas një vetbesim ndoshta të jashtëzakonshëm në atë farë moshe, dhe kur arrita kisha disa profesorë të cilët kishin bagazh të jashtëzakonshëm në sferën e gazetarisë, dhe keni studiuar për gazetari. Po, gazetarinë kam përfunduar bachellorin, vazhdoj me master, dhe ishte ai momenti kur unë mendoja që arrija të shkruaja në mënyrë të shkëlqyer, po vetëm isa në faza fillestare. Dhe kemi pas një profesor i cili tashmë ka vite që nuk studion, nuk ligjëron në fakt në UP, ka qenë Arben Atashi, dhe i cili besoj që pak më ka ulur në tokë, sepse mendoja që vërtet arrija të shkruaja më së miri, arrija të kuptoja më së miri se si bëhet një reportazh, si bëhet një lajm, si bëhet një kronik, ne ishim vetëm në vitin e parë. Dhe normalisht nuk e kishim as ABC-n e gazetarisë të mësuar, dhe më ka ulur kogja shumë në tokë, dhe cila pastaj sigurisht ka shërbyer dhe matutje se jo gjithçka mund ta marrësh të garantuar, jo gjithmonë mund të jesh ajo që shkëlqen në hapin e parë, dhe shkëlqimi duhet të vijë gradualisht, me pjekje edhe profesionale dhe me pjekje edhe me maturi edhe njerëzore. Kështu që po besoj njëri prej momenteve që unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë kanë qenë edhe këshillat e tij, po edhe qortimet që na ka dhënë në kuptimin e asaj që nuk ka lejuar të mendojmë që vetëm ashtu si ne që i dim gjithçka, po ky është një profesion i cili me kohën edhe mësohet, me kohën edhe krijohet, edhe bëhet edhe një zanat, dorën zemër, gazetaria, po besoj ky ka qenë një aty në prej momenteve që më ka shkundur pak për të mësuar, për të lexuar dhe shumë më shumë, për të merrur me veten shumë më shumë në kuptimin profesional. Se zgjodhet të studionit gazetarinë? Po kur e përmenda, ndërkohë që sot punoni diçka tjetër. Po. Kur e përmenda që gjithmonë prindrit na kanë mësuar se duhet të qenë me të dobtit, duhet të qenë me ata të cilët nuk kanë zë, në kuptimin figurativ të fjalës, po e them, duhet jemi me ta, ku mendoj që gazetaria, dhe sot prapë mendoj, gazetaria është njëra prej atyne mjeteve, prej instrumenteve që duhet përdorur për të qenë zëri atyre që s'kanë zë, për të raportuar mbi padrejësitë e shumta që bëhen në shoqëri, për të raportuar për të bëmat, për të pabëmat e njerëzve të cilët veshën pastaj me petkun e pushtetit, dhe konsideroj që kjo ka qenë dhe
njëra prej shtysave kryesore pse unë kam dashur të merrem me gazetari, sepse përmes raportimit dhe në fakt dhe më ka ndodhur përmes raportimit kur edhe ka ndruar qasja e institucioneve, kur dhe njerëzit në vendimarrje janë bërë më të përgjithshëm. Ka qenë pushteti 4 në shtet, kështu që logjikisht që ka bërë shumë ndryshime, zëri gazetarëve ka bërë shumë ndryshime në Kosovë. Por pastaj u emërua drejtoreshe mirëqenie sociale në komunën e Prishtinës. Në një farë formë është një lloj posti politik nga gazetaria në politik. Ka ky ndryshim. Jemi në minutat e fundit të pjesës së parë. Vetëm them që oferta dhe kërkesa për qenë pjesë politike ka në një moment kogja krucial tjetër kur unë pak fillova të lodhem nga pozicioni i gazetarës. Në kuptimin e asaj sepse kisha jo fort stabilitet në mediumet ku punoja dhe edhe në një moment kur unë doja të bëja një ndryshim në jetën time dhe edhe në momentin më të mirë të mundshëm. Isha shtatzan në djalin në fëmin tim të tretë dhe erdhën lëvizja për bashkim të cilët më bën një ofertë për të qenë pjesë e asamblesë komunale për të garuar në fakt dhe unë e pranova pas konsultime normalisht me njerëz të mi të zemrës e diskutuam dhe po arrita të bën më e votuara e partisë dhe në anën tjetër kur të partia po për kushtimin që e kam unë ambicien time normalisht më thanë që do duhej të unë të isha në këtë pozicion të drejtoresës dhe me përgjegjësi shumë të madhe, me shumë dilema fillimisht në kokë se sa do t'ja dalë kësaj përgjegjësie sepse po veshjes me petkun e pushtetit dhe në një përgjegjësi të cilën në një sektor, në një sferë të cilën unë të them drejtë nuk është që ja në formën më të mirë të mundshme të dija dhe përgjegjësi dhe mandatin dhe gjithçka, po kur kthehem tash konsideroj që ja dola. Ja ke dalë jashtëzakonisht mirë, përndryshe dikasteri i cili e drejton bën një punë të jashtëzakonshme. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe këtu duhet definitivisht të të komplimentoj për gjithë punën që ke bërë për këto vite si drejtoreshe mirëqenie sociale në komunën e Prishtinës. Miq të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë po ju shoqëron emisioni Hynesha me ju jam unë Elvana Shala, e sonte përballë kam drejtoreshën e mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës, zonjën e nderuar Adelina Sahiti, e cila tani do të bëjë hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva i gati. Po, zgjidheni kartë nga e kaluara. Në fillim, në mes, në fund ku të duash, Adelina nisi me të parën, hajde. Cila ishte situata më e fundit në të cilën keni ndjerë se duhet të kompenzoni? Çfarë ndodhi dhe cilat ishin rezultatet? Para se të vim te kjo pyetje, a i kompenzon shpesh situatat Adelina në jetën e saj? Mundohem, sigurisht nuk e di se sa arri, nuk e di se sa arri, prandaj është kogja problematike dhe të dhamë nështë një përgjigje më të mirën të mundshme, në kuptimin që të tregoj vërtet atë, po me fëmijët besoj e kam pas një të tillë kur një premtim nuk po mundohem tash të kujtoj, pak u vuna në vështërsi, sepse po mundohem të kujtoj se çfarë ka ndodhur, po e kishim planifikuar një pushim në një periudhë të caktuar dhe nuk arritëm do ta bënim, edhe pastaj u mundova në një destinacion tjetër, po e kompenzuam disi u kompenzuam që ta realizojmë dhe pushimin. Realizua, do të thonë, zakonisht në situata të tilla Adelina kompenzon. Mundohem të kompenzoj sepse konsideroj që fjala e thënë është premtim dhe premtimi gjithsesi që duhet me u përmbush dhe në anën tjetër kur jemi para vështirësive që s'mundemi në momentet e caktuara ta përmbushim, do të lënë sigurisht një afat tjetër, po që gjithsesi ta. Të ndodh kjo edhe në punë, edhe në jetën publike apo zakonisht kompenzimet e tilla i bën vetëm në familje, si është Adelina në këtë rast? Zakonisht tek fjala e thënë, unë nuk e bëj ndonjë dallim të madh nga ajo publike dhe në familje, sepse konsideroj që është shumë e rëndësishme kur ti e thua fjalën që ta mbash. Njëse edhe me anëtarët e familjes e në veçanti pastaj kur je edhe në sferën publike. Sferën publike jam munduar kur kam dhënë një premtim, kur kam thënë që do ta bëjmë një hap të caktuar, jam munduar që të rrim mbas. Asaj dhe nuk po e di, prandaj ndoshta do duhej më mirë dikush tjetër që i kam mbetur ndonjë borxh ose diçka që nuk kam arritur ta përmbush atë që e kam thënë, do duhej të përgjigjej më mirë dhe do të përgjigjej më mirë sigurisht. Po në rastet kur Adelinës nuk i mbahen premtimet nga dikush që ja ka bërë, si reagon? Duke shumë tipi qetë, po si e në realitet? Nuk e di, ka njerë reflektoj më e qesë që jam në realitet. Nuk është ka njerë si kur një vulkan brenda meje, kur ndodhin sigurisht gjana që nuk shkojnë konform asaj si unë i kam menduar. Po, më përgjithësi, nuk jam tip hakmarrës në asnjë variant, nuk e dua atë pjesë. Mundohem që të kuptoj ndoshta edhe për te asaj që nuk kuptohet ose nuk lexohet në shikim të parë. Mundohem të jem ashtu e qasshme, po në anën tjetër nganjëherë kam edhe hatërmbetje, normalisht njerëz jemi dhe sigurisht që po mundona me qenë sa më e vërtetë dhe reale në ato që po e them, sepse konsideroj që është e mirë ashtu. Kështu që
kam nga njerë hatër mbetje sigurisht, po pastaj edhe vetë mundohem të qetësohem, të Kalon reflektoj, me kohën. me kalon me kohën dhe pastaj shoh që thjesht ka ndodhur për një arsye apo një tjetër nuk ka caktuar. qenë ndoshta edhe dasha keqe. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjidhe një kartë. Po shkojna pak më brenda. Hajde. Mos po na del diçka më interesante. Në cilat situata e keni të vështirë të thoni po, si ka ndodhur? Kur e ka të vështirë të thot po, Adelina? Të them po vetëm pse i lëvërdisën ndoshta dikujt. Dhe në anën tjetër interesi i shumicës nuk mund të jetë në atë drejtim. Të them po vetëm pse një individ po ma thot, një person i caktuar po ma thot, po jo për ta, jo pa Jo se e argumentuar ndjen. fare, jo se e ndjej, po pse në situata të tilla e kam vështirë të them po, në raport edhe familjar më të ngushtë ndoshta e kam vështirë të them po në raport me fëmijët kur kërkojnë sepse fëmia ka gjithmonë kërkesa Kërkesa. të vazhdueshme, ja përmbush një vazhdim me tjetrën, e kam vështirë të them po vetëm se po ma kërkojnë fëmijët ose diçka tillë, po këto konsideroj që janë ato momentet ma Mirë, po tek e kundërta, kur thua jo, kur thot jo, Adelina? jo kur rëcënohen ato parimet mbi cilat unë jam rritur dhe edukuar dhe formsuar, jo të arrijë mbi kurrizin e tjerëve, jo të kem një jetë mirë dhe një mirëqenie të mirë pa e fituar dhe merituar vetë, pa djersën e ballit që themi, jo për të arritur ndoshta te caku diçka pa marrë parasysh rrethanave dhe vështirësive, nuk jam me atë thënien. Është shkelur mbi tjetrin. Po, nuk jam me atë thënien qëllimi i arsyeton dhe mjetet, nuk jam me këtë, sepse kam dëshirë shumë që të përdor mjetet që janë vërtet të duhura dhe mjetet që vërtet nuk cenojnë askë tjetër për të arritur tek Të qëllimet e drejtën mia. e tjetrit, drejtën e natyrisht. tjetrit. Mirë do të ishte sikur secilit kemi këtë lloj parimi, por konsideroj që me jetesën e cila është bërë në Kosovë është vështirë të gjendësh njerëz të tillë të cilët nuk shkelin mbi parimet e veta për të arritur një qëllim të caktuar. Aq më tepër jo ata të cilët janë pjesë e politikës, do të thoja. Po, Elvana, kjo mund të më qenë është e vërtet, fatkeqësisht që po them sepse po jetojmë në një ambient jo fort të mirë në kuptimin e asaj të vlerave të Shoqëror, parimet po. e Parimeve mirëfilta shoqërore, shoqërore. po. Sigurisht po, unë atë e kam edhe, si më thonë, është e ngulitur aq thellë tek unë sepse nuk mundem bëj koncesione ose kompromise me të tilla gjëra dhe vlerësoj që si unë ka edhe shumë të tjerë njerëz, sepse përndryshe nuk do të mbjetonim, nuk do të vazhdonim edhe ne të Natyrisht. ishim edhe të frymonim dhe të ishim në pozicionet që kemi. Natyrisht. Kështu që po besoj që si unë ka edhe shumë njerëz tjerë. A je detyruar të thuash po për një vendim të caktuar gjatë mandatit tuaj si drejtoresh dhe atë ka kushtuar? Fatmirësisht konsideroj që afër vetës kam njerëz të jashtëzakonshëm. Afër vetës kam një mbështetje të jashtëzakonshme të kryetarit Rama, i cili as edhe një herë nuk më ka vënë para situatave ku në vështirë do të mund të thoja po, dhe ku në vështirë do të mund të thoja jo. Në situata të tilla të vështira nuk më ka vënë asnjëherë para dilemave të tilla, po në anën tjetër edhe as kolegët, as njerëzit e afërt që i kam, asnjëherë nuk kam qenë para atyre vendimeve që thoja unë po e them po, si do t'ja bëj tutje, çfarë do ndodh tutje dhe si do dalim para njerëzve. Nuk kam pasur të tilla rrethana, sinqerisht them drejtën, kështu që Qenë ke me fat në këtë aspekt. Deri tani po. Ndoshta drejtoria të cilën përfaqësoj dhe kemi, unë them që edhe në asamble komunale, nëse ka gjithmonë debate të jashtëzakonshme në mes të kur ka tema të këtë drejtorive tjera, ka debat jashtëzakonshëm. Kur jemi tek mirëqenia, të gjithë jemi një zëri. Wow, Kjo sa është mirë. kjo konsideroj Shumë që mirë. është njëra prej vlerave më të mëdha që kemi si shoqëri ende, përkundër gjithë atyre që tham që jemi Përkundër në një sfidave, shoqëri po. që pak tek vlerat kemi një farë devalvimi, po konsideroj që prapë ende me fanatizëm e ruajmë atë që Vlerën e mirëfillt shoqërore. vlerën e mirëfillt shoqërore dhe mirëqenies. sidomos kur bëhet fjalë për grupet e cënueshme, ato nuk ka asnjë dilemë ose asnjë parti politike, jemi të gjithë një. Pa diskutim. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Hajde. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për të cilin do të punoni, cili është hapi i parë që do të ndërmerrni për të arritur këtë qëllim. Qoftë në aspektin profesional, qoftë në aspektin personal, cili është një qëllim shumë i afërt për cilin ti do të punosh në të ardhmen tënde të afërt, po themi. Është pak
se me thonë se në disa frone jemi drejtu të këshyr me ba, po them në aspektin profesional, hapi art shumë dhe shumë i rëndësishëm është që ne jemi tash pranë strehimit familjar, po them që kemi marrë një vendim në Asamblenë Komunale të premtën, që shkoj, ku do të mbështesim familje strehuese, prindrit strehues dhe fëmijët që janë në strehim familjar, me një shumë që asnjëherë më parë nuk ka ndodhur jo vetëm në kryeqytet, po as në një komunë tjetër, në baza mujore do të mbështesim dhe hapi i ardhshëm që e forcon edhe më tutje këtë formë të mbrojtjes sociale për fëmijët të cilët janë të neglizhuar, të abuzuar nga prindrit biologjik dhe shteti përmes qendrës për punë sociale detyrohet mi tërheq këta fëmijë dhe mi çumë në një ambient të ngrohtë, i çon tek këto familje që janë familje strehuese që e kanë edhe titullin të tillë, janë të specializuara, janë familje të cilat kanë marrë një licencë, kanë marrë trajnime për me ofruar shërbim dhe në të ardhmen të afërt ne jemi duke punuar që ta shtojmë gamën e benefiteve që do të kenë këto familje, kështu që me këtë të përkushtohem dhe ne kemi quajtur këtë vet i strehimit familjar në drejtorinë tonë, sepse kemi të rëndësishme për ta fuqizuar këtë komponentë të mbrojtjes sociale dhe do të punojmë që edhe me ndërmarrjet lokale që kemi që të krijojmë beneficione për këto familje, qoftë me ndërmarrjen publike banesore, me trafikun urban, që të kemi të lirohen nga pagesat ta familjar dhe jemi në këto diskutime me Adelin, si shkon për ata që kanë nevojë dhe nuk janë në dieni për këtë informacion dhe për këtë hap të rëndësishëm që keni marrë si komunë, si shkon, është me aplikim? Që familjet të cilat janë të pastret të strehohen apo si shkon procedura, si mund të njoftohet një familje e cila mund të përfitojnë nga ky beneficion dhe ky vendim që keni marrë në komunë? Janë këto familje të cilat mund të kenë fëmijë të tyre biologjik, po duan të marrin dhe fëmijë të tjerë. Nuk ja adoptojnë, po i marrin për një kohë të caktuar, përkohësisht, derisa të bëhet zgjidhja e statusit këtyre fëmijëve, të cilët i kanë marrë nga prindrit, të cilët kanë mujt me qenë dhunues, prindrit biologjik po flas, ose prindrit të cilët kanë edhe ngjecje intelektuale, dhe të cilët nuk janë të aftë për mu kujdes për këta fëmijë, dhe shteti si përmes mekanizmave të saj, përmes qendrës për punë sociale i tërheq këta fëmijë dhe i dërgon tek këto familje, të cilat kanë paraprakisht nga Ministria e Drejtësisë licencë për me ofruar shërbimin, e në anën tjetër edhe marrin trajnime të shumta sepse është një formë mbrojtjes të cilën ata duhet të jenë të vetëdijshëm mbi përgjegjësitë që po marrin. Ka familje të interesuara që dëshirojnë të strehojnë? Ne aktualisht i kemi 2 familje strehuese në kryeqytet, ndërsa me ligj obligomi i kemi 3 familje të tilla. Dhe kjo është edhe pikërisht arsyeja që të nxisim strehimin familjar, të nxisim çka duhet plotësoj një familje për të qenë. Janë disa kritere, sigurisht do të qenë së pari banori i komunës së Prishtinës, do të jetë atim paguesi rregull, duhet të jetë kushte të mira sociale, ekonomike gjithsesi. Të ketë një ambient, një vatër të ngrohtë familjare dhe të cilën edhe fëmijët për rreth e tregojnë që një familje e respektuar, një familje që vërtet meriton të ketë të merr një fëmijë sepse ke parasysh Elvana, ata marrin fëmijë me trauma të shumta. Dhe qasja e tyre se si do ta kenë me këta fëmijë, ata do të jenë të integruar njësoj si fëmijët e tyre biologjik. Do t'i dërgojnë në shkollë, do t'i veshmbathin, t'i ushqejnë, të kujdesen për ta, do t'i dërgojnë në pushime. Gjithçka që ka bën një familje normale, edhe këta fëmijë duhet të integrohen. Dhe sigurisht që është vështirësi, kogja e madhe, dhe duhet me pas një zemër shumë të madhe për me qenë familje strehuese. Natyrisht, po gjithsesi një hap i rëndësishëm ky nga komuna e Prishtinës, edhe nga këto 2 familje të cilat i pas keni të licencuara për të strehuar fëmijë të tjerë, do të thoja, dhe sigurisht që besoj do të jetë një projekt i cili do të vazhdojë dhe do të jetë jashtëzakonisht i mirëpritur jo vetëm në Prishtinë, po besoj edhe në komunat e tjera në mënyrë që të gjithë fëmijëve të dhurojmë lumturinë e botës të cilët ata e meritojnë. Mirë, Adelin, shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si e në këtë pjesë. Mirë, jashtëzakonisht që shumë shpejt, nuk e di tash si ja dola që bënum, po një madhe që more dorën në kartave. Zgjidheni një kartë nga e kaluara. Tash do të flasim për perspektiva komplet tjera të jetës tënde. A mendoni se komplimenti është i merituar? Para se të vim tek pyetja, a merr shpesh komplimente, Adelina? Jo sa du. Jo? Pagajgore për me relaxë. Shumë përgjigje mirë. Po sigurisht, kur bëjmë punë të mira, kur njerëzit na vlerësojnë nganjëherë marrim komplimente për dukjen, nganjëherë për punën, kështu që kur kombinojmë këto dyja, normalisht që na bën mundi mirë. Po Adelina, jep shpesh komplimente? Mundohem sepse... Apo je më e rezervuar? Jo mundohem si me thonë,
konsideroj që fjala e mirë ka një peshë të jashtëzakonshme. E vërtet. Dikujt mundet me andres ditën. Nëse je zgjun ka njerë vrënd që themi kështu me mrola, diçka nuk e flet, nuk e bë gjumin më të mirë të mund shumë atë natë, dhe zgjosh më ngjes veti s'di sati që thojnë, vetë 100. Dhe kur dikush thot mirë po dukesh ose dje ke bërë punë mirë ose sot në mbledhje fole mirë, unë pëlqejve çuçi shtrove, çuçi argumentove, edhe bravo, vazhdo kështu, unë konsideroj që është një motiv shtesë, edhe është një diçka që duhet me bëni sa më shpesh që mundemi, sa më shpesh të bëjmë të themi njerëzve që po dukeni mirë, po e keni kontributin, e keni vendin e merituar këtu ku jeni, është diçka shumë e mirë, mundohem me dhanë komplimente, sepse vërtet gëzohem kur shoh njerëz buzëqeshur. Sigur ja rrit motivin tjetrit. Unë bën mundi mirë. Cili është komplimenti më i bukur që keni marrë deri sot që të ka ngel në mendje, me po flasim për komplimente? Të kujtohet ndonjë? Po, tash nuk po mundem me thënë ashtu shumë, po sepse janë variojnë këto komplimentet, janë për punën, po sigurisht për punën, diçka në për momentin nuk është që po kujtohet bash ashtu me mendo, me dëgjuesit, po them që bravo për këtë, të lumë për kushtimin, asnjëherë s'u ndale. Njëna prej këtyre edhe në raport edhe me kolegët e mi në komunë, me kryetarin Rama ku përgëzon për punët e mira, po dhe me njerëzit, mbi gjitha me prindrit, njëri prej prindërve strehues është një nanë nga Vitia, në cilin ne dhe kemi një fëmijë tonë një të rritur tash më afsit kufizuar që ajo kujdeset që sa vite për të. Më shkru në njërin prej kur e lajmërova vendimin që tash më është marrë për strihimin familjar që visa e përmendëm, je e pazëvendësueshme. Është një prind i cili i ka rritur mbi 30 fëmijë. I ka mbajtur dhe me thonë një pazëvendësueshme është një fjalë shumë e madhe dhe unë vërtet që unë dita mirë kur e mora atë fjalë prej saj. Absolutisht, edhe besoj që është plotësisht e merituar, ka shikrejt kontributit që ti e ke dhënë, e thash, jo vetëm në komunë, por në komplet jetën tënde prej fëmijë. Çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjidheni një kartë. Mos po na gjet diçka më intereson me na sfidu pak më. Zhvendosja është një mekanizëm mbrojtës në të cilin mendimet dhe ndjenjat transferohen nga një person apo situatë në një tjetër që është më pak kërcënuese dhe ka më pak pasoja. Për shembull, ne zemrohemi me shefin ton që na kritikoi, kështu që shprehim zemrim ndaj dikujt tjetër që nuk ka lidhje, si për shembull bashkëshorti ose kalimtari. Kur dhe si e përdorni zhvendosjen si një mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. Atë ka ndodhur ndonjëherë që ta zhvendosësh të thoja fajin e një diçkaje tek dikush tjetër për të mbrojtur? Fatkeqësisht nuk është që nganjëherë që mund bëj një ndarje të plotë asaj që çfarë më ka ndodhur gjatë ditës mos ta transmetoj në shtëpi. Siç shkojnë në shtëpi fëmijët e shohin, ma shohin fytyrën dhe mam çka ka ndodhur, edhe reflekton sigurisht tek ajo, mundohem shumë, por e kam kohë shumë të pamundur, sepse edhe atë që e bëj gjatë tërë ditës e kam aq shumë për zemër sa që nuk mund të më shkoput. Nuk jam prej atyre nga familja. Po nuk jam prej atyre, unë lakmoj kur dëgjoj kolegë ose njerëz që thonë ja unë e kryta sot punën dhe kur shkoj në shtëpi jam këtë tjetër njeri. Unë nuk mund të jem i tillë. Fatkeqësisht, kjo është domethënë ajo që ndoshta që lidhna aq shumë me temën që cilën e trajtoj gjatë ditës, me njerëzit që i shoh, afektona aq shumë, e sidomos kur vijnë njerëz të cilët ne vërtet Elvana kemi të bëjmë me një kategori kogja ndihshme si drejtori. Janë domethënë një spektër i gjanë, njerëz të cilët janë të pastër, njerëz të cilët janë me aftësi të kufizuar, njerëz të cilët me nevoja të ndryshme dhe që të shohin ty si shpresën e tyre, të shohin ty si mbështetje, një fjalë jote ndoshta e ndron këtë kursin e asoj se çfarë kanë menduar ata. E lirë më të jetë një vendim ose një veprim konkret. Kështu që nuk mund të bëj shkëputje totale të asoj çfarë më ka ndodhur gjatë ditës. Mundohem që të mos ta shprehi me fjalë, me tonalitet, aja dal, do të pyesësh në shtëpi. Është pak problematike, mundohem mos me zhvendos, po është problem. Kur janë momentet më të veçanta që shpërthen Adelina? Mundohet me u mbajt edhe për një moment. Ndoshta nganjëherë duroj shumë gjana. Është një moment që diçka një vonesë për një shkresë ose një diçka dhe personin e parë që kam ose kolegën tim ose asistente e gjej ato dhe shpërthej atë. Dhe po çka bona unë që i mora gjithë këto të krejve. Po them ty mas leti pe kam te po e them. Mundona ashtu mos më shpërthy shumë në punë, po nganjëherë situatat e tilla janë
aq komplikume dhe vinë a din nga momenti në moment që duke u kompliku dhe ti nuk i qare se ndryshe vese me reagu pak jo në formë më të mirë të mundshme që kur je i qetë kishte thonë ka dashur që ashtu s'ka ka duh me reagu. Kështu që po prandaj duhet kogja shumë me u vetë përmbajt e pak është probleme. A kërkon falje? Po. Shpesh? Kogja shumë kërkoj falje. Mendoj që njëna prej virtyteve të njerëzve që duhet mi pasë se për neve është falënderimi dhe kërkim falja. Janë diçka të jashtëzakonshme, që shërojnë shumë. Edhe megjithse edhe kërkim falja në qoftë se gabimi bëhet i përsëritshëm dhe asnjëherë nuk ndron, po pse nuk e ka më efektin e saj as kërkim falja, po mundohem që të jem vërtet mirë kuptuese, mundohem që tash po ndoket vetja pak si tepër tu një farë formë mbrojtëse, po e shoh veten ka po deklaron siguron në ai farë që jo, thjesht po tregon si është Adelina. Po nganjëherë mundet me tingëllu si ma ndryshe, kërkim faljen e shohim të rëndësishme në jetën tonë edhe falënderimin gjithsesi, sepse asnjëri prej neve nuk mund të arrijmë në një pikë të caktuar pa pasur rreth vete njerëz. Absolutisht. Asnjë mund të arrihet vet. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Të gjithë kemi forcë të brendshme tek e cila mbështetemi gjatë gjithë jetës. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni dhe renditni pikat tuaja pozitive që do t'ju ndihmojnë të arrini atë qëllim. Tani flasim pak për qëllimin tënd personal, të jetës personale. Ka Adelina një qëllim personal për cilin po punon që të arrijë në një të ardhme të afërt dhe cilat do të ishin pikat kyçe në të cilat ti do të punosh? Personal në qoftë se ndërlidhet pastaj edhe me profesion, nuk po e di në kuptimin e avancimit në karrierë, në diçka të tillë, apo personal në jetën personale, në aspektin e familjes, të jetës tënde personale si Adelina. Qëllimi im kryesor dhe ndoshta me thonë, ndoshta ai që ngërthejnë gjithë tjera ato që të krijoj të kem një familje të shëndosh. Gjitha një familje cila beson në vlera, fëmijë të cilët trasojnë rrugën e gjyshërve tyre, sigurisht, të njerëz të cilët janë të shuar për vlera kombëtare, për vlera njerëzore, të bëjmë fëmijë të ndershëm, që me ndershmëri të arrijnë suksese në jetë, që mos të bëjnë asnjëherë diçka për të cilën pastaj as pendesa nuk mund të shërbej. Fëmijët të cilët janë të udhëzuar në rrugën e Zotit mbi gjitha dhe konsideroj që kur ta kem arritur këtë mision, atëherë them që ja dola. Wow. Shumë porosi e bukur për të gjitha ato gra dhe vajza të cilat kanë familje dhe ato të cilat duan të ndërtojnë familje që pavarësisht karrierës dhe angazhimeve, familja pa diskutim duhet jetë primare dhe duhet punojmë fort që ta kemi një të tillë të shëndosh. Hajde zgjidhni një kartë nga e kaluara. Po shkojmë në fund. Hajde me të fundit. A e ka provokuar ndonjëherë zemrimin tuaj ndonjë sjellje apo ndjenjë në lidhje me atë që sapo keni diskutuar dhe kur? Në të kaluarën tënde, a ke pasur rast që zemrimi juaj ka provokuar ndonjë sjellje të dikujt tjetër? Në raport me gjëra të ndryshme të cilat ne i folëm. Nuk vlerësoj që kam mujt me ndonë ndonjë situatë të tillë, kështu që ndoshta kishim bërë ndaj pyetje tjetër, nuk po e di. Okej, dëshiron me ndru? Po. Hajde ndrojmë, hajde një pyetje tjetër nga e kaluara. Çfarë ndjenjash të pakëndshme keni zakonisht për atë që diskutuat? Për gjithçka që ne folëm deri në këtë moment, nga familja jote, tek puna, tek sfidat, tek dëshirat, tek familja, kur e bën një rezume të gjithë kësaj, cilat ndjenja të pakëndshme të vinë në mendje për cilën situatë? Që thua se s'do doje të ndodhte më? Nuk po e di, në ato që folëm sigurisht ishin gjitha në aspektin edhe pozitiv, edhe të punëve, edhe Po ka gjërat mira. diçka që kur i kthehesh, po në retrospektivë s'do doje të ndodhte më në të kaluarën tënde? Dhe ta sill një ndjenjë të pakëndshme kur e kujton? Sigurisht duhet të ketë ndonjë moment. Sigurisht në raport me punë që kam kryer si gazetare në
në mediume të caktuara, në kuptimin asaj që ka marrë ndoshta edhe përgjegjësi më shumë, se që është dashur, sidomos kur isha në njërin prej mediave tona, isha edhe 7 zonë djali në fëmijën tim të dytë dhe shkoja në seancat kuvendit aso kohë ishte çështja e demarkacionit, kishte gaz lociell gjatë tërë kohës në seancat kuvendit, dhe unë isha në muajin e 6 të shtatzanisë dhe detyrohesha të shkoja dhe të përcjellja seancën dhe të raportoja. Këto e kam pendesën pse nuk isha më e fortë, do të thoja dhe të rebelosha dhe thoja jo, nuk do shkoj. Nuk do shkoj, nuk do ta përcjellje, keni mjaftuar shumë staf tjetër apo ju e dini se si do t'ja bëni, por në një farë nuk forme keni vënë në rrezik edhe shëndetin tuaj edhe sigurisht edhe të fëmijët fëmijës. Sigurisht, kështu që mendoj që kjo është njëra prej atyre shijeve jo të mira, sa herë që e mendoj gazetarin në 12 vite karrierë dhe kthehena mbrapa, kjo është një farë pike e zezë që e kam një shpirt, pse ndoshta nuk kam reaguar. Jo sa duhet, por nuk kam reaguar fare. Në fakt kur të gjithë kolegë gazetar më shenin dhe si më thon bëshin reagimin nga më të çuditshme si është e mundur që ti po vjen këtu, pse po vjen ti këtu. Dhe unë nuk isha ajo që reagoja të thoja pronarëve të mediumit që unë nuk do shkoj, megjithëse besimi. A është ky një moment në të cilin Adelina e ka pas të vështirë të thotë jo dhe për cilin është penduar? Po. Po, në mesin e asaj që e diskutuam më herët, po, domethënë kam pasur vështirë, po shiqoj Elvana, kur je me familje, kur krijon familje, pastaj e sheh që e ke edhe një detyrim për dikë tjetër, nuk je më vetëm. Natyrisht. Ti vetëm mund t'ja bësh si të doj. Një ditë ke për të ngrënë, një ditë tjetër s'ke për të ngrënë, e përballon disi. Po kur ke edhe një fëmijë në shtëpi i cili pret nga te, i cili 8 orë, 9 orë të ditës nuk të shef, dhe përveç që i kërkon atë ngrësinë tënde, ai kërkon edhe aspektin material, domethënë të ushqimeve, të kushtit të jetesës. Dhe prandaj ne gratë shpesh vimi para dilemave të tilla, para situatave të tilla, ne nanat sidomos. Dhe është diçka të cilën me tërë zonin që e kam ngritur dhe e them, kudo që jam, që padrejtia nuk duhet lejuar dhe veç pse ti dëshiron të krijosh familje, nuk do të thotë që pastaj aspektin profesional duhet ta ndërpresh ose nuk do të thotë që duhet të vuhesh para kompromiseve të ndryshme që ti mos ta realizosh. Po, shtëpi ose punë. Po këtu pastaj duhet edhe mekanizma shtetëror të vijnë në dispozicion për pasë se çfarë po ndodh në sektorin privat, sepse problemin e madh e kemi tek sektori privat, që nuk paguhet pushimi leonis, nuk njihet. Në momentin e parë që bën intervistën, siç më ka ndodhur dhe mua, më kanë pyetur a do të krijosh familje. Në pyetjen e parë në intervistë të pyesin se a do të krijosh familje, që me dita me të marr apo mos me të marr në punë. Kështu që është njëra prej sfidave që po uroj që pak është zbutur viteve të fundit, sepse nuk jam në sektorin privat në këtë periudhën, nuk e di më së miri të mundshme, megjithëse ne kemi komunikim me njerëz e shohim, po besoj që ka pas pak një farë reflektimi dhe do duhej inspektorati i punës të ishte më aktiv në këtë fushë, që edhe çifte a ka kontrata të rregullta, edhe çifte se apo i hyje dikuj në hak, apo ka pa drejtësi edhe për ato zonja të cilat dëshirojnë të krijojnë familje. Unë shpresoj që autoritetet kompetente do ta bëjnë punën e tyre edhe në këtë pikë dhe nuk i shtoj asnjë pikë, asnjë presje asaj që e thua, sepse është e rëndësishme që sidomos ata që kanë familje pa diskutim të kenë një vend të sigurt të punës për ta zhvilluar pastaj, por edhe për ta mbajtur familjen dhe jo të ketë ndasi të tilla nëse dikush që nuk pretendon të krijojë familje të ketë më shumë hapësirë në media ose në institucione kudo tjetër, ndërkohë që ai që ka familje të jetë më i cënueshëm. Këtu konsideroj që ne duhet të gjithë si shoqëri të punojmë në vazhdimsi, që ta thejmë këtë lloj tabuje për mëtutje. Çka thotë tashmja në këtë pikë, si dhe një kartë? Ne ndajmë mbështetje në lloje emocionale, teknike dhe praktike. Merrni parasysh shembullin më poshtë. Nën A, çfarë lloj mbështetjeje jepni më shumë ose është e lehtë për ju të jepni, dhe nën B, çfarë lloj mbështetjeje keni më shumë nevojë për momentin. Cila është Adelina? Më shumë jep mbështetje teknike, emocionale apo praktike dhe për të cilën ka nevojë? Në këto 3 vite gjysmë, sidomos në fushën ku aktualisht jam në drejtoritë mirëqenie sociale, jam munduar që mbështetja ime të jetë praktike, emocionale dhe praktike. Praktikën kuptimin që kemi ofruar mbështetje që është me shërbime, është e prekshme, është e dukshme, ku i kemi viktimat e dhunës në familje, të cilat i kemi ofruar mbështetje në një paku prej 500 euro në muaj për t'u ofruar strehim, për t'u ofruar për kushtet e jetesës për fëmijët e tyre. E në anën tjetër kemi edhe leonat e skemës sociale, të cilat marrin në momentin kur sjellin në jetë fëmijën e tyre, i marrin 500 euro. Edhe ky vendimi i fundit që e përmendëm me asamblenë komunale për strimin familjar. E në anën tjetër kemi pas edhe programin e notit
që do të vazhdojmë prapë, ku fëmijët të cilët janë pjesë e skemës sociale kanë pasur të paguar kursin e notit për 3 muaj, sepse ne e shohim mirëqenien për të një pako ushqimore dhe higjienike. Mirëqenia do duhet të ishte diçka tjetër, do duhet të ishte këtë ajo që ne e bëjmë çdo ditë, ne për të arritur një standard më të lartë jetësor, dhe kemi pasur shumë të rëndësishme që fëmijët kur shkojnë në klasë me bashkëmoshëtarët e tyre, kur diskutojnë për pushimet e verës ose kur diskutojnë për gjanat se farë aktivitete jashtëshkollore bëjnë ata, të shkojnë në klasë dhe edhe pse është në skemë sociale, të thotë po, unë sot isha në not, e përfundova kursin e notit, të ndjeti barabartë. Barabartësia ka shumë rëndësi. Kështu që dhe aspekti emocional, sepse njerëzit nganjëherë ka nevojë shumë ti dëgjosh, se sa tu ofrosh një shërbim ose absolutisht. Madje në këtë periudhë të kohës, më duket sikur kjo është ndihma më e nevojshme që ne i kemi secili prej nesh. Mirë, po ti personalisht, Adelina, për çfarë lloj mbështetje ka nevojë për momentin ose zakonisht gjatë ditës së saj? Më shumë për mbështetje teknike, praktike apo emocionale? Konsideroj që të trijat kam nevojë. Emocionale sigurisht ma ofroj njerëzit që i kam më të afër nga zemrës, edhe njerëz të cilët unë i besoj dhe i kam më për afër në kuptimin asaj që më njohin, më dim brengat hallet flet në përditshmëri, po. Në përditshmëri, dhe atë gjej rastin që them që normalisht i pari të cilin unë i kërkoj mbështetje dhe emocionale kështu përveç bashkëshorti që është i pari i cili në momente më kritike din me fjalët e tij kogja mirë me ma amortizuar gjendje shpirtërore që më pas me qenë ke down dhe një fjalë tina se ti mundesh me apo kështu, mundesh me dal, mundesh ti ke tregu që ki je më e fortë se kaq, edhe normalisht është edhe babi i dytë i cili, domethënë nuk mund t'i ndoj i pari dhe i dytë, dytë janë për mua çatu të rëndësishëm dhe me babin një fjalë e babit, një shtytje e tina për mua është kogja midhes motorat edhe që i bie se je çika e babit. Po. Na jemi 4 vajza edhe një djalë, edhe na 4 zakonisht gjithmonë kemi qenë me babin edhe qikat babit jemi, sepse konsideroj që është njëna prej gjanave më të çmuar për një vajzë, me kanë qika babit. Absolutisht, lidhja mes vajzës edhe babit është shumë e fortë, di edhe nga aspekti personal, prandaj ta thash. Kështu që është jashtëzakonisht e mirë që i kushton rëndësi edhe kësaj pjese, sidomos pjesës emocionale, sepse puna me cilën ti merresh në baza ditore, kam përshtypjen që është një lloj ngarkese kogja e madhe emocionale, sepse të merresh me rastet e cënueshme në baza ditore nuk është as pak e lehtë. E vërtetë Luana, ka pas raste aq të rënda që nganjëherë janë ardhur në zyrë tek unë me shpresën që do të bëja një çare unë e jo zyrtarët në drejtori, që as nuk kam mujt me përmbajt vetëm edhe gjatë takimit, nga lotët, nga emocionet që më ka shkaktuar, ndjesia që e kam marrë nga ai person i cili ka kërkuar ndihmë tek unë. Kështu që kam pas dhe të tilla raste, kam pas çaq thymje shpirtërore që nganjëherë thosh atë nisëm nuk di si do dalë në punë. Me këtë gjendje aq jam e rënduar emocionalisht dhe njerëzit po presin prej meje. Dhe ti ki ka një duhet aq shumë të lidhura, aq pak i mundësi që një ashtu çka po bëjë ne. Pse jo më në këtë pozicion kur nuk po arrin mjaftueshëm njerëzve me ju ndihmu. E kjo ka qenë njëra prej sfidave edhe në fillim kur kam punu, po nuk është diçka që me kalimin e kohës largohet. Konsideroj se rasti nga rast vjen më i ndihshëm se tjetri, kërkon aspektin e strehimit, kërkon aspektin e shërbimeve, ka fëmijë, 2-3 fëmijë ka masit kufizuar dhe nuk ka mjaftueshëm mundësi për mi adal tu i pas parasysh rrethanat që janë. E kuptueshme. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë edicion? Në lidhje me 2 kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Çfarë lloj ndryshimi dëshironi, si do të ndiheni kur ta keni arritur atë? Cili mendoni se do të jetë mendimi juaj për veten tuaj atëherë? Pyetja ka të bëjë specifikisht për ty. Çfarë lloj ndryshimi e dëshiron tek vetja Adelina? Çfarë do të ndryshoje? Sidomos në aspektin e karakterit. Ndoshta të jem në situata të caktuara të jem më e prerë, të mundohem që jo çdo individ që mund të afrohet për qëllime të caktuar ta mirë kuptoj, ndoshta menjëherë sepse din ndonjëherë të keq përdoret. Natyrisht. Dhe thjesht jem pak më, ndoshta nganjëherë pak më e distancuar, kuptimin se ka njerë marrë shumë havë, e marrë shumë për zemër, edhe se cilin person, ndoshta edhe person që afrohet ofër në kuptimin e asajna që ti ofrojnë mbështetje, sepse unë konsideroj se secili do t'ja dhënë një mundësi të parë. Secilit person, pa marrë parasysh qëllimin që mund ta ketë, ti do t'i krijosh mundësi për ta treguar veten. Po nganjëherë kjo nuk është që përkthehet gjithmonë në aspektin pozitiv. Natyrisht. Kështu që do doja të isha pak më
më strikte në këtë drejtim, të kisha një farë distance, të kisha një farë mburoje për veten që mos leja që çdo kush A të mendon mund që do ta ta afrojë. arrish në një të ardhmet të afërt, do ndryshosh? Po, Apo është çështje karakteri është çështje prej e fëmirisë? ngullitur, unë tash i kom bë disa vite. Elvana dhe është pak probleme, Probleme punu me veten, me ndryshua. ndryshu diçka të Okej. karakteri, po besoj këto do duhet ishin mësime. Do të Natyrisht, thënë natyrisht. gjatë jetës ne kemi mësime të ndryshme dhe në rast që nuk i marrim ato dobit nga i mësim, atëherë po besoj që problem do ta kemi me veten. Natyrisht. Adelin, kaq ishin minutat e hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, tani krejt në fund kur bashkë kemi përplasur në për etapa të ndryshme të jetës tënde, tregom si po ndihesh. Shumë mirë, një farë, si me thonë, një farë kthimi, edhe pak një farë komunikimi dhe si me vetën, sepse ka një herë nuk është që kemi atë shumë angazhime dhe nuk arrim pak më mirë me veten çka po duan, çka jo më ose me reflektu, me thonë, a e bona mirë veprimin, a nuk e bona se po të marrin dinamikat e punëve, kështu që ka një farë terapie ku gjaj mirë. Unë të falenderoj shumë, kisha kënaqësinë e veçantë me të pas në këtë emision edhe me të njoft pak më thellë, jo vetëm unë, por edhe publiku që na dëgjon dhe na sheh përmes këtij podcasti për jetën tënde, për perspektivat e tua, për te jetës publike dhe punës që ti e bën si drejtoresh në komunë. Krejt në fund e dua një porosi të ndën për të gjitha gratë dhe vajzat që janë duke na ndjekur. Nuk e di, nga njerë më duket pak i kemi sikur klishe, po nuk është që mundem edhe na me bona i farë në fashpikjo se diçka t'ja e zakonshme, po them që sikur për vajza dhe për gra që asnjëherë nuk bën mu dorëzu, asnjëherë nuk bën me hek dorë nga ëndrat dhe asnjëherë nuk bën me hek nga ai misioni që ja keni vënë vetës, sepse herët apo vonë dikur do të vije. Dikur do të vije, mu më është dashur ndoshta 12 vite të pres që njerëzit të shohin se çfarë potenciali kam dhe për të parë se çka mund të bëj mirë për komunitetin, po megjithatë erdha ajo kohë. Nuk është ndoshta që është bërë nami që themi ne, po konsideroj që është bërë një pikë në oqean, një kontribut është bërë për shoqërinë, për me përmirësu mirëqenien e tyre, e shoqërisë tonë, kështu që asnjëherë mos u dorëzoni nga ëndrat, luftoni, po punoni pa ndalur. Shkollohuni, edukoni, kjo është bazike. Një porosi e jashtëzakonshme Adelin, faleminderit, edhe njerë kisha nderin edhe kënaqësinë me të pas në këtë emision. Uroj të shihemi në rrethana të tjera, duke të uruar shumë sukses. Faleminderit pafund. Të dashur dëgjues, me porosinë e Adelina Sahitit që asnjëherë mos të dorëzohemi dhe të ndjekim ëndrat tona, ne japim fund këtij emisioni, duke ju lënë takim javën tjetër me një hynesh tjetër. Nga unë Elvana, faleminderit për vëmendjen tuaj.